Sistemi drejtësisë do të flisim pak edhe për Spakun, ku duket se Radha tani është një tjetër personazh të rëndësishëm që do të mund të ndrejtojë këtë institucion të drejtësisë. Në Guardian 4 emra të mirë duken. Si shikon këtë proces? Do të ketë sërish edhe këtë herë një ndërhyrje të Shtetet Bashkuara të Amerikës lidhur me përzgjedhjen e emrit? Shiko, tashmë është bërë modës që ne do të presim. Na vendosi komshiu, kur gjë, vi komshiu na. Po se ne kemi treguar që nuk i vendosin vetë gjërat, kështu që është sakt, pikërisht për këtë, dhe kjo është fatkeqësia që ndodh me Shqipërinë. Unë mendoj që pjesërisht për një pjesë të prokurorëve të Spakut nuk kam respekt dhe nuk mund të them gjë. Edhe për katër kandidaturat nuk mund të them dot gjë sepse një pjesë e njoh si burrat mirë, një pjesë nuk e njoh fare dhe kur nuk i njoh, nuk kam se ti parapërcaktoj ose ti përgjykoj. Këtë tillë kë mendim kam për njerë, kështu që mendoj që patjetër do të ketë një, siç po ndodh Shqipëriu, mendoj që do të ketë dhe një tentativë mbrojtje më tepër të reformës, të asaj që ata kanë krijuar, se sa më tepër pjesë për të vendosur. Kështu që tamam. Unë them se ata kanë fokusuar dhe fokusohen gjithmonë që të dënimi i krimeve nga ndaj korrupsionit ose krimeve të rënda, atyre që ata kanë më shumë reakse se sa pjesa tjetër e nevoja e çdo shqiptari që ka me atë zgjidhjen e përditshme për problemet e saj, kështu që mendoj që do të ketë ndërhyrje përsëri. E bëra këtë pyetje për të kuptuar nëse nga ana tjetër mund të ketë një ndërhyrje të politikës në përzgjedhjen e këtij personazhi, prandaj duhet edhe një balancim nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shiko, politika, beso mua, politika ka qenë ndërhyrëse ndaj të gjithë ndarjes pushtetrave në mënyrë absolute, nuk do bëj kurrë që mos ndërhyj kjo pjesë. Për sa të arrin, është gjykim tjetër dhe mendim tjetër ndonjëherë dhe nuk e arrin, por unë mendoj që politika sa herë për atë këtu ka një gjë të veçantë Shqipëria që këtu kur harrojnë të zbresin kalit, ndaj që mendoj dhe gjykoj që do gjithmonë ky pushtet është i lidhur fort me këtë pjesë, nuk e ka shumë problem që të ketë ndarje pushtetesh. Ju mendoj që çfarë ndodhi me gjykatën kushtetuese me mandatin e gjykatës kushtetuese para pak ditësh që pati një tjetër debat fuqishëm, ndaj që për mua pushteti sot ka interesin për ato çka po i ndodh, kryetar bashkisë që për ditë shkojnë në Spak, që dënohen, që shkojnë për gjyq apo vazhdojnë jetohen, apo funksionar të lartë apo ministra, drejtues që po e bëjnë në dyrë të Spakut si dyrët e autobusit urban. Mendoj dhe gjykoj që kjo është problemi i madh dhe do duhet që ky pushtet e lufton fort pasjen e saj nën kontroll. Zoti Koreshi, flasim pak për zhvillimet politike sepse